Jam e sigurt që kur ta provoni do t'i harroni dhe patatet e skuqura. Është një tavë ideale, sidomos për fëmijët tuaj që kanë nazë në të ngrënë. Për përgatitjen e kësaj recete na duhet 1 kilogram patate, na duhet 100 gram kaçkavalli grir, piper i zi, rigon, fara susami, krip, piper i kuq dhe vaj ulliri. Gjë e parë që do bëjmë është do presim patatet. Patatet do t'i presim si për të skuqur, po pak më të plota. Ja, kështu. Ose si t'ju vi për mbar, po unë preferoj që t'i pres në këtë lloj mënyre. Presim edhe copën e fundit. Kam marrë tavën ku do pjekim patatet, kështu si që kemi të prera. Do t'i hedhim të gjitha në tavë. I hedhim fillimisht vajin e ullirit. Do i lëshojmë çik dorën me vaj ulliri për këtë recetë, se kjo i jep shije dhe farat e susamit gjithashtu. Do t'i hedhim krip. Do t'i hedhim piperin e zi. Do t'i hedhim piperin e kuq të ëmbël. Do t'i hedhim rigon. Erëzat mund t'ja hedhni sipas dëshirës. Në fakt, unë kam sill një kombinim erëzash që shkojnë me njëra tjetrën edhe sidomos me patatet. Do t'i hedhim edhe farat e susamit. Në fakt, e gjithë sekreti i kësaj tave është kombinimi i patates me farat e susamit. I përzim që patatet ta marrin mirë nga të gjitha anët. I sistemojmë pak. Edhe do t'i hedhim sërish nga pak erëza. Nga ato pjesë që kanë ngelur pa u marinuar. E di në fakt që kam bërë mungesa, po do mundohem që t'i rikuperoj. Megjithatë, janë mungesa me arsye. I hedhim edhe pak krip. Edhe në fund edhe farat e susamit. Unë i preferoj shumë edhe i hedh shumë, mund t'ja hedhni sipas dëshirës. Ja, dhe tavën e kemi gati. Do ta fusim të piqet në furr në një temperaturë prej 250 gradë për rreth 30-35 minuta. Ja, dhe patatet thuajse i kemi gati. Gjë e fundit që do bëjmë është do t'i hedhim kaçkavallin e grir sipër dhe do ta fusim në furr edhe për rreth 10 minuta, sa të shkrijë pa kaçkavalli. Ja, dhe tavën tonë e kemi gati. Është pjekur ashtu siç duhet, ka marrë një aromë të mrekullueshme. Ju bëft mirë edhe shihemi në recetën e radhës.